Fondacioni Qemal Stafa ka prezantuar sot në qytetin e Korçës misionin e tij. Fokusi i takimit me të rinjt ishte njohja e tyre dhe me programin ekonomik të zhvillimit të Korçës për të marrë dhe mendimet e tyre mbi procesin e politikbërjes. Fondacioni Qemal Stafa është fondacioni i cili mbështet akademinë politike dhe gjithë aktivitetin e të rinjve në Shqipëri. Unë jam shumë e lumtur sot që jam në Korçë tek aktiviteti i radhës që po zhvillohet me fokus zhvillimin ekonomik të qarkut të Korçës, kështu që diskutimet e sotme do të kenë lidhje me programin ekonomik të zhvillimit Korça 2030 dhe në kuadër të planit politik të programit politik Shqipëria 2030 dhe mezi presim që të dëgjojmë sugjerimet e tyre, sepse kjo platformë nuk është një platformë vetëm prezantuese nga ana e fondacionit, por më tepër një platformë që merr ide. Ti bashkohemi përpjekjes së përbashkët për të realizuar në më të mirën e shfrytëzimin e gjitha potencialeve që ky realitet ka në funksion të zhvillimit ekonomik, të mirëqenies më të lartë të qytetarëve, edhe mendoj që në këtë rrugtim asnjëri nuk duhet të ndihet i përjashtuar, edhe në këtë kuadër mendoj që nga prezantimi që do të bëhet i mundur nga fondacioni sot, do të kemi shansin të lexojmë ndjeshmëritë caktuara të komunitetit të rinjve, po edhe të ndërveprojmë me njëri tjetrin për të diskutuar ato aspekte të cilat lidhen gjithmonë me zhvillimin. Diskutimet me të rinjt u fokusuan në dy shtylla kryesore të ekonomisë në Korçë, që është turizmi dhe bujqësia, ndërsa ata shprehen mendime se çfarë duhet bërë ndryshe që këto të marrin më tepër zhvillim, duke përfshirë edhe të rinjt.